Tani, se për shembull deklarata e Fox News-it e pak ditëve më parë është një goditje shumë e rëndë direkte, do thoja unë, për turizmin për shembull. Se në momentin që ti jep një alert, pikërisht tani që nis edhe sezoni turistik, domethënë ka realisht vend për shqetësim këtu për sigurinë në rrafsh kombëtar? Duhet parë në dy plane. Sa kjo gazetë përfaqëson, po themi, një besim publik. Media shumë pranë qeverisë amerikane, ndaj dhe atë doja të thoja që është afër qendrimeve zyrtare apo është opozitare. Është shumë e rëndësishme. Jo, është pranë qeverisë. Nëse është pranë qeverisë, do ta shikojmë në dy plane. Plani i parë, që vërtet mund të jetë një risk dhe kjo vjen nga një media, dhe plani i dytë mund të jetë politik, që mund të jetë një lloj presioni ose një lloj qëndrimi ndaj qeverisë shqiptare. Me qëllim. Qëllimi është sepse normalisht pra nëse s'ka vërtetësi me cili është qëllimi. Qëllimi mund të jetë një lloj, po themi, qëndrimi ndaj një situate jo mbështetëse, sepse kjo normalisht dëmton ekonominë. Derisa dëmton turizmin, dëmton ekonominë. Dhe pra që kosa dëmton ekonominë, e dëmton edhe stabilitetin ekonomik të brish që ka Shqipëria, për shkak të krizës në gjirin persik dhe kriza që po vjen, që po mbulon gjithë Europën. Dhe Shqipëria e vetmja armë që ka për të mbajtur dhe për të rritur ekonominë, ajo që është legale është turizmi. Sepse është vend punësimi më i madh i të rinjve dhe mbajtja e ekonomisë kombëtare, por dhe mbajtja e ekonomisë familjare, sepse bizneset e jugut jetojnë pikërisht me turizmin. Ajo periudhë e verës është periudha me të cilën ata mbajnë ekonomitë, po dhe mbajnë punojësit në punë. Dhe çdo dëmtim sigurisht dëmton, favorizon vendet e tjera. Aq më tepër që duhet jemi më të favorizuar se kurrë për shkak të humbjes turizmit nga Dubai dhe vende të tjera, të cilat janë tradicionale dhe janë industri e madhe e turizmit botëror. Pak ditë më parë qarkulloi në mediat ndërkombëtare një raport i FBI-s amerikane që fliste për hakerimin e të dhënave të shqiptarëve nga ana e Iranit, sigurisht dhe rrezikun e lartë të ekspozimit të tyre për, po themi, episode të ndryshme që mund të kompromentohen vazhdimsi. Qytetarët nuk është se ekspozohen në mënyrë të drejtë për drejtë, po ekspozohen nëpërmjet sistemit digjital që Shqipëria ka. Pra që kosa ne punojmë, pranojmë, dhe vetë jeta është bërë e tillë që nuk mund të punosh jashtë sistemit digjital, siç është e-Albania, aplikacionet e ndryshme, kartat nëpërmjet aplikacione për pagesat me sistemin bankar, e tjerë, regjimet e hyrje daljes, ekspozimit të dhënave personale në pikat kufitare, e këto janë element të cilët e ekspozojnë pastaj qytetarët shqiptar. Dhe ekspozimi i tyre, siç ka qenë rastet e shfaqjes së targave, të pasaportave, të gjurmëve biometrike, të pagave apo të disa dhëna bankare, ishte një ekspozim i rrezikshëm, i cili nuk mund të ketë ndoshta një efekt të menjëhershëm, por efekti mund të jetë i mëvonshëm ndaj të dhënave sensitive të qytetarëve shqiptar. Tashmë ka dhe sulme kibernetike, të cilët vinë, nuk e di a janë të strukturave shtetërore apo janë pirateria që sulmon nëpërmjet SMS-ve, që sulmon nëpërmjet rrjeteve sociale, që sulmon nëpërmjet ndërhyrjes në emaile, sidomos atyre që kanë struktura komoduese, sulmet më të intensifikuara janë aty, të cilët sigurisht dëmtojnë biznesin familjar kryesisht, por dhe dhëna sensitive të qytetarëve, ku janë llogari, ku shpeshherë për shkak të teknologjisë së smartphone-ve, një pjesë e madhe i mbajnë këto dhëna pikërisht në këto smartphone. Dhe çdo e dhënë, numër telefoni, ndërhyrje e tjerë, dëmton pastaj ato që ne më themi ekonominë, pra kursimet e tyre, dëmton identitetin e tyre ku mund të keq përdoret dhe mund të ketë dhëna të tjera të cilët mund shërbejnë pastaj për qëllime të tjera. Pa ka forma, mekanizma ndërhyrje për të parandaluar për shembull të lloj kompromitimi, sepse ne e dim shumë mirë që na janë ekspozuar të dhënat që nga Idia e tjerë. Domethënë se për pagat nuk është shumë shqetësuese apo targa, po sa kohë kemi të dhënat biometrike, domethënë ka mekanizma apo masa që sepse nuk është se kemi dëgjuar që
në këtë kuadër? Shiko, ju vërtet thatë targat, apo pagat, po këto dhëna shiten në treg. Si pak jo, jam shumë dakord, po këto të dhënat për shembull mund të përdoren edhe për gjëra të ndryshme në bank. Nuk e di tani. Jo, ato mund të ekspozohen, sepse ekspozimi i tyre në rrjetet sociale që përdoret kryesisht Telegram, ku këto grupe iraniane i ekspozojnë, kanë dy qëllime. Para mund të shiten, por dhe mund të ekspozohen, sepse mund t'i vlejnë grupeve kriminale. Dhe grupet kriminale patjetër që veprojnë mbi qytetarët, sepse kanë dhëna të cilët mund të krijojnë një target group personave të cilët mund të bëhen objekt të tyre. Pra në këtë kuptim mund të ekspozohen që mund të jenë përballë asaj që humbën, po themi, këtë lloj mbrojtje të dhënave personale. Problem tjetër që mbetet nga ky ekspozim janë kryesisht dhe moshat e reja, kryesisht fëmijët, ku her pas here nëpërmjet faqeve të lundrimit në internet mund të ketë kontakte me grupe ekstremiste, të cilët mund të kërkojnë marrjen dhe përpunimin e tyre për t'i përdorur ata për qëllimet e tyre ekstremiste. Ne pam që Shqipëria pati rreth 100 apo 150 persona, të cilët u bashkuan luftës në Irak dhe në Siri, të cilët mund të jenë potencialisht persona të cilët mund të rekrutohen, mund të përpunohen nga pikpamje ideologjike dhe mund të jenë potencialisht të rrezikshëm që mund të përdoren për destabilitet apo për të krijuar akte terroriste brenda territorit. Pra jo domosdoshmëri duhet vinë nga Irani, por mund të jenë dhe forma të kësaj natyre të cilët mund të përpunohen duke i përdorur ata në forma financat, ideologjia, përpunimi ndryshëm që mund të kenë. Çedojnë sistemet tona domethënë, sepse kemi shumë raste që kemi pasur hakerime, sulme kibernetike. Çedojmë ne apo janë ata më të fuqishëm se ç'duhet? Të dyja. Ne kemi një nivel korrupsioni. Dhe ne pam që struktura e posaçme SPAK veproi ndaj drejtuesve të këtij institucioni që është Akshi. Është institucioni bazë kryesor, i cili është përgjegjës si për zhvillimin teknologjik, por ashtu edhe për mënyrën e sistemeve të agjonimit dhe të mbrojtjes tyre. Nëse po themi që dyshimet e strukturës posaçme janë që element veçantë në strukturë kanë bashkëpunuar me grupe kriminale, apo nuk e dim me faktorë të tretë, nuk e dim nëse mund të ketë të tilla, që dhënat janë shitur, apo janë përdorur, apo janë vënë në dispozicion të personave të cilët kanë interesa ndaj qytetarëve, po dhe interesa kombëtare ndaj vendit tonë. Kjo është çështjen e tim dhe për aq kohë sa është në tim, patjetër ka element dyshues për sa i përket të sigurisë kombëtare. Pastaj është dhe ajo çfarë themi ne që mund të jetë mos agjurnimi, mos kualifikimi i personave, të cilët mund të kenë krijuar element dobësie, ku sulmet e pashershme të tyre mund të kenë depërtuar. Pra mund të kemi pasur zbrapsje, kur sistemet kanë qenë të mbrojtura, por mund të kemi pasur sulme ku sulmet rriten në intensitet dhe në kualitet dhe mund të kenë arritur të mposhtin mbrojtjen. Shpeshherë ka pasur sulme, po për fat nuk ka pasur depërtime, të paktën të bëra dhëna publike apo zyrtare, ku janë sulmuar dhe faqe si faqja e shërbimit informativ, faqja e gjykatës lartë, faqja e parlamentit shqiptar, faqja e kryeministrisë, duke marrë dhëna nga emailët dhe komunikimet që ato kanë pasur deri ke ndërhyrja e personave të cilët janë drejtues të lartë. Nuk e di sa mund të jenë ekspozuar dhe sa është niveli, sepse jo gjithçka bëhet publike dhe një pjesë e tyre ruhen për informacion ndaj medias apo ndaj publikut, por sidoqoftë, këto mbeten rreziqe potenciale ndaj të cilave sigurisht që investimet në teknologji, por dhe në burime njerëzore do të jenë